Biblioteka e fëmijëve Thomatur Tulli në Korçë vijon të jetë një nga hapësirat e preferuara të fëmijëve edhe gjatë muajve të verës. Pushimet shkollore u japin më shumë kohë të vegjëlve për të kushtuar leximit, ndërsa në bibliotekë ata zgjedhin libra nga zhanre të ndryshme. Unë lexoj më shumë gjatë verës sepse kam më shumë kohë të lirë dhe është më e thjeshtë të vazhdoj të lexoj, mund të përqendrohem vetëm te leximi. Dhe më së shumti më pëlqen të lexoj romane, sepse të japin atë ndjesinë e leximit të një libri që ta jep kënaqësinë. Unë tani lexoj më shumë libra, por dhe gjatë vitit shkollor vazhdoj të lexoj dhe mua më pëlqen shumë të lexoj romane, gjithashtu dhe aventura. Sigurisht që lexoj më shumë gjatë verës sepse kam më shumë kohë të lirë dhe mund të përqendrohem më shumë librave. Mua më pëlqen më shumë zhanret, aventurat, romanët dhe thjesht të gjitha llojet, por më shumë aventurat. Pjesë e leximeve janë edhe titujt e sugjeruar nga mësuesit, ndërsa vetë fëmijët shfaqin më shumë interes për librat me aventura, ndërsa stafi i bibliotekës i orienton ata drejt veprave klasike dhe librave që pasurojnë kulturën e tyre letrare. Më tepër janë të prirur drejt aventurave. Megjithatë, unë gjithmonë i orientoj edhe tek librat klasik, sepse librat klasik kanë një vlerë të veçantë. Librat klasik japin një mesazh shumë të thellë. Librat klasik janë ata libra të cilët mund të themi që ndërtojnë karakterin e fëmijëve, ndërtojnë personalitetin e tyre. Dhe unë gjithmonë ja u sugjeroj. Me ambientet e rinovuara dhe aktivitetet e klubit të librit, biblioteka vijon të krijojë një hapësirë ku fëmijët mund të kombinojnë leximin me aktivitete edukative dhe krijuese, duke shfrytëzuar kohën e lirë të verës në mënyrë sa më cilësore.